Dje është mbledhur kryesia e LDK-s, i pari i kësaj partije quajti si një mbledhje jo formale më shumë, ndonë se ishte një takim maratonik i cili zgjati më shumë se prej 5 orësh dhe më pas u njoftua në një konferencë apo në një prononcim për media nga vetë zotri Abdi Gjiku se ka ofruar ndërheqjen e tij dhe të njëjtën do e bëj para kuvendit LDK-s. Si e pat zotri Smajlaj këtë ndërheqjen e Abdi Gjikut? E nevojshme në këtë fazë, marr parasysh edhe rezultatet cilat pati LDK-ja në këto zgjedhje? Fillimisht do të them që nuk më duk shumë si ndërheqje do të thojë. Ose dha, nëse mund të themi, dha pak ndërheqjen, po nuk ishte ndërheqje e plot sepse ndërheqja do duhet vinte si reflektimi përgjithësisë që ka duke qenë në krye të një subjekti politik i cili humbi zgjedhjet dhe doli ndoshta humbsi më i madh në këto zgjedhje dhe pavarësisht shkaqet që mund të jenë shkaqe afat shkurta, afat gjata, të brendshme, të jashtme, nga jashtë LDK-ja kështu me radhë, pse humbi LDK-ja, megjithatë leadershipi i saj do duhet të reflektonte dhe të japte një dorëheqje, jo të priste që dorëheqjen t'ia dorëzojë kuvendit dhe pastaj kuvendi thanë rast se ma pranojnë ndërheqjen ose jo. Në të kundërtën ai është i gatshëm. Një gjë të tillë në fakt u tha se kishte bërë edhe më një herë pasi kishte dalur rezultati dhe që kryesia nuk e kishte pranuar, ndërkaq tani e ka bërë publike, megjithatë atë do duhej sepse po e shoh që po e mendoni se është dashur ndoshta si Memli Krasniqi që të jepte drejtje. Automatikisht. Është reflektim i përgjithësisë në momentin që vjen në krye të një subjekti ose në krye të çfarëdo organizate që mund të jesh dhe dështon në përmbushjen e objektivave është rrugës që si reflektim i parë është dorëheqja pa revokueshme. Pavarësisht kuvendi ja pranon një dorëheqje ose kryesia ose çfarëdo organi që mund të jetë, sepse kjo pastaj i hap rrugë, mund t'i hapte rrugë pastaj automatikisht një analizë të domosdoshme të LDK-s, se cilat ishin shkaqet e humbjes dhe si mund LDK-ja të kthehet prapa aty ku kishte vendin ndoshta para vitit 2021 dhe më për këtë nuk e pa shumë si tamam ndërheqje, domethënë ndërheqje të plot, por si një lloj, nëse mund të them, një lloj eskivimi të përgjithësisë që unë po ofroj dorëheqjen, po në rast se kuvendi nuk e pranon dhe me gjas nuk do të ketë dorëheqje, me gjas do të vazhdoj, është një mundësi për të vazhduar. Varësisht tashmë edhe se çfarë vendos më pas edhe kryesia në kuvend. Mirë, po ajo që po e thoni ju edhe unë nënkuptua më pas edhe tek audienca, po shoh se nuk po pajton me sa duket zotri Muhaxheri, i cili po shoh se po mohon kohë pas kohe teksa po flesin. Muhaxheri, keni mendim ndryshe? Po, me orinisht një drejtë që jo gjithmonë pa të klubem tjere për ka të partije duhet të japin